Do ta sjell një thënie, një perë nga një prej 4 imamlarëve të mëdhenj që ka njohur historia islame, dhe ai ka qenë Imam Shafiu, Allahu më mëshiroft, ku ka thënë: kush mendon se do të shpëtoj ndaj fjalëve të njerëzve, ta di se ai është i çmendur. Sepse njerëzit kur shpikën për Zotin ton, Dhul Xhelal, Trinitetin, thanë se ka 3 zota. Apo kur thanë rejshëm për të dashur ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se kinse na qenë është magjistari i çmendur, e si presin do të flasin të tjerë për ty. Fjalët e njerëzve janë si gurët, ose ti mbash sipër e të thënë kurrizin, ose të ndërtosh me ta po shkëmbët tua kum, e të ngrihesh e të triumfosh. Prandaj mos u merrni me atë çka thonë njerëzit për ty. Po merruni dhe preokuponi vetëm me atë çka Zoti Dhul Xhelal sheh te ti.